Një pjesë e konsiderueshme e tregtarëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun Maqedonas në Korçë ditën e martë kanë ulur qepenat. Shkak sipas tyre janë bërë gjobat që ka vendosur policia bashkiake për mos respektimin e afateve për heqjen e tendave dhe reklamimin e mallit duke zënë hapësirat publike. Tregtarët thonë se nuk ka patur mundësi aplikimi për shkak të mos funksionimit të portalit Albania, ndërsa të tjerët shkojnë akoma më tej kur thonë se në këto kushte kanë mbyllur përfundimisht aktivitetin e tyre dhe vetëm mundësi ngelet emigrimi. Bashkia ka lënë një akt konstatimi, pa u marrë vesh me ne për heqjen e tendave dhe të mos reklamojmë mallin jashtë. Ndërkohë që në çdo treg dhe në çdo vend të botës dhe jashtë shtetit ka reklamim jashtë. Po kush është hapësira publike? Trotuarin e ka bosh. Rruga kjo që është. Nëse kemi ndryshuar në rrugën. Dakord, mos nxjerrim shumë mall, mund të shtyhemi më brenda. Është tjetër gjë, por nuk është në formë proteste, sepse ne nuk kemi as sindikat që të na mbrojë. E kupton? Jam mbyllur, si mos i vëmë gjop për punë tendave, për punë. E parë punës. E dyta, Albania kur ka filluar për të që u rinovua dje. Si mund t'i bëjmë ne këto? Bashkia ka lënë një afat deri në datë 19. Ndërkohë që sot është 19, më 12 të natës bëhet 20. Nesër ka të drejtë bashkia që mund të vejë gjobë. Jo sot. Sot e kemi marrë nga 50.000 lekë. Puna ka rënë. Shteti kërkon gjëra që tregtarët si arrin dot dhe normal që penalizohemi vetë tjetër. Të largohemi nga ky. Është pretendimi i fundit. Zgjidhja e mundshme që mund të bëjë çdo njeri. Burimet e sigurta pranë Bashkisë Korçë thanë se prej disa ditësh tregtarët që operojnë në këtë treg kanë marrë informacionin e duhur për heqjen e tendave dhe lirimin e hapësirave publike. Por ata shprehen se nuk e kanë bërë një gjë të tillë pa patur masa administrative.